Kryetari i Kuvendit Ilir Meta ka deklaruar nga Brukseli se kryefjalë e punës së institucionit që ai drejton është zbatimi i reformës në drejtësi. Meta zhvilloi fillimisht një takim me zëvendës presidentin e Parlamentit Evropian dhe kryetarin e grupit miq të Shqipërisë, David Sassoli. Zyrtari i Parlamentit Evropian tha se Shqipëria ka bërë progres të madh dhe do të ketë mbështetje të madhe në rrugën drejt integrimit, ndërsa vlerësoi vendin ton si çelë stabiliteti në rajonin e Ballkanit. Meta zhvilloi dhe një takim me presidentin e grupit parlamentar social-demokrat në Parlamentin Evropian, zotin Gianni Pittella, duke vlerësuar rekomandimin pozitiv të Komisionit Evropian për hapjen e bisedimeve me Shqipërinë. Zoti Pittella shprehu mbështetjen e tij dhe të grupit social-demokrat për të avancuar në këtë drejtim, ndërsa Meta u shpreh se Kuvendi e ka lexuar me vëmendje progres raportin dhe mbetet i përkushtuar për reflektimin e rekomandimeve të Komisionit, ku kryefjalë do të jetë zbatimi i reformës në drejtësi si një nevojë për qytetarët shqiptar. Meta shoqërohet në këtë vizitë në Bruksel nga ministrja e integrimit Klajda Gjosha.